kështu si do thënë si edhe në kohën që po flasim bashkë më duket si një ëndër. Po duke pasur miqt e tij të babit, shokët e vet të tatit. E kanë respektuar shumë dhe kanë dashur shumë dhe kjo, si thosh, ma i që ka të dhimbjen, sepse këta kanë qenë një brez, kanë qenë një brez që nuk them, sinqeriteti i tyre, edhe ajo shoqëria e tyre, ai zëherë kur ishim në shtëpi flise edhe për miqtë e tij, po edhe për miqtë e tij që kishin shkuar para aty. Edhe sado është një dhimbje që vetëm brenda ndjen njeriu. A kishte ai ndonjë peng? Kishte diçka. Po ndoshta s'është momenti atë. Ndoshta dishe respektuar kur ishe gjallë. Ka distancat. Ai mungon të teatri, u shkëput herët. U shkëput sepse ndodhen të trazia dhe atë periudhë ai si nana dhe babi kanë dalë që 35 vjeç në pensionat pas kur ndruan sistemi i tyre. Detyruan të shkojnë në Amerikë për 15 vite. Kanë lënë të 15 vjetë dhe sa rishive që ktheheshe nga ai vend, ktheheshin pak më të plagur. Edhe i thosha, pa pavarëri në Shqipëri, këtu i ke shokët miqt. Edhe dëshirë e madhe për të qenë për të provuar, si gjithë ne që kemi pasur ëndra për të provuar. Po sa që vinte, e shive gjithmonë pak më të plagur nga ajo rrugë. Ajo si duket, sepse këta kanë pas, si thuash, kanë pasur frymën këtu në Shqipëri. Ai kuptoi shumë vonë këtë, se kishte ecur shumë vite dhe kishte edhe punon aty, nuk ishte lehtë jeta jashtë individit. Po gjithsesi, kur shoh miqtë e mi, shokët e tij rreth parë, paktën sot në lejtëson çik dhimbjen, po është një dhimbje pashërueshme kur ke prindërin. Sa do të flasësh, kur shkon në shtëpi, te shef